Faleminderimi dhe lavdërimi i takon Allahut Gjelleshanuhu, krijuesit të gjithësisë, mëshiruesit dhe mëshirbërësit. Salavatet dhe selamet më të përzemërta i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastërt, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndoqën dhe ndjekin atë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar besimtar, jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, në muajin e mëshirës, në muajin e faljes, në muajin e moralit. Shfrytëzoj rastin që të uroj këtë muaj të bekuar të Ramazanit, lutim Allahun Gjelleshanuhu që mëkatet tona të na i fal, lutim Allahun Gjelleshanuhu që ibadetet tona të na i pranoj. Të nderuar besimtar, jetojmë në një kohë ku shumica e njerëzve i japin rëndësi shumë të madhe pamjes së tyre të jashtme. Harxojnë kohë dhe mund para për të ndryshuar pamjet e tyre të jashtme. Shohim një grup shumë të vogël të njerëzve të cilët mundohen që të ndryshojnë sjelljen e tyre, mundohen që të ndryshojnë moralet e tyre, mundohen që të ndryshojnë brendinë e tyre. Pasi që jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, në muajin e agjërimit, Allahu Gjelleshanuhu në këtë ajet kuranor neve na tregon se agjërimin e kemi fars. Në fund të ajetit kuranor, neve na tregon edhe njërën prej urtësive të agjërimit, që na thot, la'allekum tettekun, kështu që bëhuni të devotshëm. Dietarët thonë se në kuptimin e ngushtë të fjalës tettekun ka për qëllim devotshmërinë, kurse në kuptimin e gjerë të fjalës tettekun ka për qëllim edhe moralin e njeriut, që njeriu të jetë i moralshëm. Devotshmëria do të thotë njeriu të ndjej përgjegjësi ndaj krijuesit të tij, të ndjej përgjegjësi ndaj vetes së tij, të ndjej përgjegjësi ndaj të tjerëve. Njeriu vazhdimisht duhet që të mundohet që të ndryshojë sjelljet e tij, e sidomos në këto ditë të muajit të bekuar të Ramazanit. Nga shkaku se agjërimi është i lidhur ngushtë me moralin e njeriut. Dhe këtë na e tregon edhe hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku neve na thot, në qoftë se ndikush nga ju agjëron, le të mos flas fjalë të ulta dhe mos të bëj vepra të këqija. E nëse dikush atë e ofendon, ai le të thot, unë jam agjërueshëm. Pra dita që agjërojmë duhet të jetë dita e sjelljeve të mira, dita e moralit të lartë. Muslimani duhet që gjithmonë të jetë larg fjalëve të ulta. Por kur ato përdoren gjatë agjërimit, ato ndikojnë drejt për së drejti në agjërimin ton. Ashtu siç edhe na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij, ku na thot, ai i cili nuk i le fjalët e kota, Allahu Gjelleshanuhu nuk ka nevojë që ai të lër as ushqimin dhe as pijet. Pra agjërimi i vërtet, agjërimi i sakt i atij njeriu është kur atij personit i ka agjëruar barku nga ushqimet, i kanë agjëruar gjymtyrët nga gjunahet dhe i ka agjëruar gjuha nga fjalët e ulta. Andaj, le të bëhet një pikë kthese në jetën tonë ky muaj i bekuar, që t'i japëm sa më shumë rëndësi sjelljeve tona për t'i ndryshuar. Nga se siç namazi kërkon prej neve që të kemi pastërtinë e trupit, të kemi pastërtinë e teshave, të kemi pastërtinë e vendit ku do të falemi, që të jetë sa më në rregull, ashtu edhe agjërimi prej neve kërkon që të kemi moralin sa më të pastërt nga veset e ulta. Se sa i rëndësishëm është morali në fen tonë, atë e shohim edhe nga një fakt që një ndër shkaqet e ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është për të plotësuar moralet e larta. Ku edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve në një hadith të tij na tregon dhe na thot, unë jam i dërguar për të plotësuar moralet e larta. Në qoftë se ne nuk do të sillemi mirë me njëri tjetrin, nuk do të sillemi mirë me familjarët tonë, nuk do të sillemi mirë me prindët tanë dhe fëmijët tanë, në ditën e gjykimit nuk do të na bëjnë dobi as adhurimet e shumta që kemi bërë. Në këtë drejtim tregohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte pyetur shokët e vet duke u thonë se a e dini se kush është i falimentuari. Edhe ata i përgjigjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke i thënë
se i falimentuar tek ne është ai person i cili nuk ka as dinar e as dirhem. Pra që kuptojmë se nuk ka pasuri. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u thot atyre, me të vërtet i falimentuar në ditën e gjykimit është ai person i cili do të vjen me shumë namaze, me shumë agjerime, me shumë vepra të mira, me shumë zeqat, por e ka sharë dikënd, e ka përgojuar dikënd, e ka qëlluar dikënd, e ka vrarë dikënd, atëherë nga mirësitë e tija do të miren dhe do të jepen atyre të cilëve u ka bërë pa drejtësi. Dhe në qoftë se mbarojnë ato mirësi përpara se të lahen këto pa drejtësi, atëherë do të merren nga mëkatet e atyre që është bërë pa drejtësi dhe do të jepen këtij. E në fund do të hudhet në zjarr të xhehenemit. Lusim Allahun xhalleshanuhu që të mos jemi nga këta njerëz. Allahu xhalleshanuhu në Kur'anin famëlart e lëvdon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për moralin e tij që kishte. Dhe thot: Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadakallahu l'azim. Me të vërtet, ti je në një grad të lartë të moralit. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë nuk ndalej duke i lutur Allahu xhalleshanuhu me këtë lutje, duke i thënë: O Allah, ashtu siç më ke zbukuruar pamjen time, mos zbukuro edhe moralin tim. Edhe ne i lutemi Allahu xhalleshanuhu me po të njëjtën lutje: O Allah, ashtu siç na ke zbukuruar pamjet tona, na i zbukuro edhe moralet tona. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.